Vetëm 1/5 pasurive të sekuestruara janë shitur gjatë këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë për Menaxhimin dhe Administrimin e Pasurive të konfiskuara, nga janari deri më tani, me urdhër të gjykatës, janë sekuestruar pasuri në vlerë prej afro 350.000 eurosh. Megjithatë, deri më tani është arritur të shiten vetëm 57.000 euro. Zgjatja e procedurave të shitjes së aseteve të konfiskuara është njëra ndër pikat me të cilat vendi ka marrë kritika në raportin e progresit. Ne, derisa nuk vjen faza e konfiskimit, e cila është marrja e përhershme e sendit, nga me vendim gjykate ne nuk mund të zhvillojmë procedurat të shitjes. Procedurat e tejzatura të shitjes së aseteve të konfiskuara nuk ka pasur në rastin e ankandit për 2 papagaj. Ata ishin konfiskuar nga njësia antidrog në shtator të këtij viti dhe në një procedurë të shpejtë janë shitur me një çmim prej 20 eurosh, ndërsa vetëm procedura e publikimit të ankandit në gazetë i kushtoi Ministrisë së Drejtësisë 42 euro. Qysh është mërri që ata papagaj mu shita të shpejt? Ne me të marrë vendimin, e cili gjykata ka marrë vendim për shitjen e tyre, ne kemi zhvilluar procedurat e shitjes dhe kemi publikuar ofertën për shitje në gazeta ditore dhe webfaqen e agjencisë, konkretisht Ministrisë së Drejtësisë, ku janë paraqitur 4 ofertues dhe ajo shit e ka blerë oferta më e lartë. Sa ka qenë papagajt? Shitja e vlerësimi nga ana e agjencisë ka qenë 18 euro, ndërsa çmimi për cilin është shitur, sa më kujtohet tash për momentin, ka qenë 20 euro. Ja, mundi me më tregu publikimet dhe gjitha këto, a kanë kushtu ma shtrejt se sa kjo vlerë? Publikimi në gazetë? Po. Ndoshta mundet, nuk me ditë sakt sa kushton publikimi. Po, prapë të them, ne jemi të obliguar, pavarësisht se sa është publikimi asaj, ne jemi të obliguar me respektu vendimin e gjykatës për shitje. Dhe ne një gjatë të tillë kemë bërë. Kemë respektu vendimin gjyqësor për shitjen e papagajve. Që nga themelimi i Agjencisë për Menaxhimin e Pasurive të sekuestruara, janë konfiskuar pasurinë në vlerë prej afro 5 milion eurosh. Në mesin e pasurive të konfiskuara janë disa toka, një fabrik, një klinik mjekësore, boldozher, kamion dhe 10 makina në mesin e të cilave edhe makina luksoze. Vlera pasurive cilat agjencia ka në administrim, që nga themelimi deri më sot, është rreth 5 milion euro. Ndërsa vetëm për këtë vit janë rreth 330.000 euro vlera për afërm e pasurive të sekuestruara ose të konfiskuara. Me gjithë faktin se pasuritë janë konfiskuar, zyrtarët e agjencisë thonë se e kanë të pamundur të shesin pronat për shkak të procedurave të gjata gjyqësore. Ndërsa jashtë kamerave, zyrtarët tregojnë se kanë raste ku ruajtja e aseteve kushton më shumë se sa vlera e tyre. Kemi patundshmëri në administrim, që i bjen kemi këto makineri, kemi ari, para kesh, mjetë transporti, patundshmëri dhe makina.